zonja dhe zotrinj, mirë se erdhet në 1+1. Sot është 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, një ditë që dikur simbolizonte fitore dhe dinjitet, por sot për shumë kënd është kthyer në një bete të hapur për mbijetesë. A respektojnë realisht të drejtat e punëtorëve në vend? A mjafton paga për një jetë dinjitoze apo për varfëro gjithnjë më shumë punëtori? A kemi një sistem që mbron punën dhe punëtorët apo një realitet ku ligji shpesh herë ndoshta shkelet dhe zëri punëtorit mbetet i heshtur? Në këtë 1 maj pyetja kryesore mbetet apo e fiton ose humb sindikata betejën për rritjen e pagës minimale? A është dialogu social real apo vetëm formal? Dhe çfarë po ndodh me sektor të veçantë si kultura, ku marrëveshja kolektive po sfidohet në gjykatën kushtetuese? Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep kryetari i Sindikatës së Kulturës pranë Teatrit Shqiptar në Shkup, Hamdi Rashidi, sindikate kjo e cila merr pjesë dhe bashkëpunon edhe me LSM-n. Pa humbur kohë, Mimrama, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momenti, themi zotri Rashidit. Përshëndetje, përshëndetje. Faleminderit edhe njëherë që pranot ftesën. Zotri Rashidi, sa respektojnë realisht të drejtat e punëtorëve sot në këtë vend? Realisht të drejtat e punëtorëve sot në vend, me ligj i kemi shumë mirë të implementuara, do të thënë janë të evidentuara, kemi ligje, kemi marrëveshje kolektive, por realisht unë mendoj se në disa raste edhe nuk implementohen ashtu siç duhet. Pse? Ku është problemi? Po, për shembull kemi shumë raste ku punëtorët kanë orë shtesë të punës, kur punëtorët punojnë gjatë festave ose vikendeve që duhet të marrin paga shtesë. Për shembull në këto raste punëtori ka frikë të kërkojë atë pagë që i takon. Përveç kësaj, cili është problemi më kryesor se më urgjent që përballen sot punëtorët? Po, problemi më kryesor mendojmë ne se është niveli i ulët i pagave në krahasim me koston e jetesës. Se fundit në një njeri për të punuar duhet të marrë një rrogë, por të ketë një jetë të dinjiteshme dhe jo sa për mbijetesë, më kuptoni, është vështirë. A ka shkelje të shumta të marrëveshjeve kolektive? Po, ka, do të thënë tani sidomos ka një tendencë për shkelje, siç thatë edhe pak më herët, gjykata kushtetuese dikush një avokat ka iniciuar për ta shqyrtuar marrëveshjen kolektive dhe do shohim se si do procesohet më tutje, po besoj se këtë do ta shqyrtojmë në tavolinë. Padyshim, po pse marrëveshja kolektive të punësuarve në kulturë tashmë po sfidohet në gjykatën kushtetuese? Nga doli kjo? Po, ka disa pika. Janë pika, do të thënë neni 78 nga ligji për kulturë, pastaj është diskutabile neni 66 dhe 53 nga marrëveshja kolektive. Po është mjaft e çuditshme. Unë do t'i shtjellojmë këto, por është mjaft e çuditshme se 2 iniciativa të tilla ka pasur në vitin 2021 dhe në vitin 2024. Dhe gjykata kushtetuese në atë kohë ka thënë që jo, marrëveshja kolektive është në rregull dhe ka kushtetueshmëri, domethënë qëndron. Dhe tani është pikpyetja, si ka mundësi që të njëjtët gjyqtar të gjykatës kushtetuese me të njëjtët pika po e shqyrtojnë edhe një herë. Dhe kjo është dorëzuar. Më falni? Ndoshta përsëri është dorëzuar si iniciativë. Po, por kur gjykata kushtetuese shqyrton një problematik e vendos për s'dyti ata nuk ka nevojë ose për s'treti ta kthejnë dhe ta shqyrtojnë. Nuk ka nevojë. Tani ata kanë vendosur që ta shqyrtojnë. Dhe këtu është dyshimi se më shumë tingëllon si një marrëveshje politike sesa një drejtë juridike. Tani shumë sinqerisht, jeni përballë gjykatës kushtetuese, sipas jush betejë për të drejta apo ndoshta është luftë e humbur? Jo, sindikata ne nuk mendojmë se është një betejë për të humbur, ne shkojmë me hapa të ngadalë por të sigurt, sepse fundit sindikatat nuk shkojnë në pistat të shpejta, po është një maraton që ne besoj se duhet të arrijmë. Dhe këtu ka edhe një keqkuptim, sindikata nuk duhet të kuptohen si shoqata humanitare. Dhe t'japin një kant djathtë këtë vit punëtorëve edhe kështu me radhë. Sindikatat janë për drejtat themelore të punëtorëve, për rritjen e pagave, për kushtet më të mira të punës dhe ta ngrenë zërin aty ku ka padrejti, jo të kenë frikë. Po si do ta fitoni betejën? Do ta fitojmë ja tani për herë të parë. Tani nuk e dia do ta fitojmë, ne do të përpiqemi për ta fituar, ne kemi bërë disa protesta siç jeni në dieni dhe tani zgjidhja ose rruga tjetër do të jetë edhe greva që do ta bisedojmë pak më poshtë, më vonë këtu në bisedojmë pak më rëndësisht. Po, më tregoni se a mund të sigurohet të jetë dinjitoze me pagat që marrim sot? Po për një pjesë të madhe të punëtorëve, jo. Nuk mund të themi edhe për një pjesë tjetër, po ajo është një pjesë shumë e vogël. Mendoj që
nuk ka jetë për një pjesë të madhe, si që thash, të punëtorëve, sepse rritjet e pagave janë shumë të vogla, kurse kosta e jetesës është shumë e lartë. Jemi dëshmitar të kohës se sa rriten çmimet në treg. Do të thotë se bie standardi i jetesës së punëtorëve. Ky është. Më tregoni se keni informacione se sa punëtorë ankon për paga të ulta apo për vonesën në pagesa, ndoshta në sindikatën që përfaqëson ju? Tani unë nuk mund të flas në përgjithësi sa ankojnë për pagat të ulta. Po pakënasia më e madhe është te pagat e ulta. Absolutisht. Unë kam një informacion. Domethënë, 160.000 punëtor punojnë rregullisht, por jetojnë në kufirin e varfërisë. Mbi jetesës. Domethënë, 50% të tjerë janë me paga nën 600 euro. E imagjinoni tani statistikat. Kurse sa i përket sektorit kulturës, ne nuk mund të themi që jemi të kënaqur, ne natyrisht siç rritet standardi, domethënë çmimet, ne do të kërkojmë, prandaj edhe kërkojmë, sepse kërkesa jonë për pagën minimale nuk është vetëm për ne, po ajo do të jetë në mënyrë sistematike edhe për sektorët të tjerë. Ne në kulturë kemi 70% se opinioni edhe keq informohet, marrin rroga mbi 60.000, 70.000, 80.000 denar. Janë vetëm 30 veta në sektorin e kulturës që marrin në niveli republikan rroga të larta. Vetëm 30. Kurse 70% marrim rroga prej një rrogë mesatare prej 48.000 deri në 50.000. Pastaj tjetra është sepse ne ndajmë në kategori pagës minimale. Tjetra. Jo, është mbi 50.000. Domethënë mbi 50.000 dhe me rrogë të lartë shumë janë 30 veta. Zotri Rashidi, a do të ketë protesta edhe pas një majt për pagën minimale? Tani, si që thashe pak më herët, protesta edhe mund të ketë, do të ketë, por më duket që sektori kulturës do të përgatitet për grevë. Kur e planifikoni grevën e përgjithshme? Greva do të jetë ndoshta institucionale, domethënë secilin institucionin e vet, nuk do të jetë e përgjithshme, besoj, por nuk mund të flas më shumë për këtë detaj sepse do të kemi mbledhjen e kryesisë qendrore të radhës. Tani shumë sinqerisht, apo e fiton ose humb LSM-ja betejën sindikaliste për rritjen e pagës minimale deri në këto momente? Po, deri në këto momente kërkesa, domethënë nga pushteti kërkesa jo nuk u respektua dhe paga ishte shumë e vogël, 1.667 denar, që ishte një pagë shumë simbolike dhe kryeministri paralajmëroi me çdo vit një rritje të tillë, dha një matematik që mendoj që sindikatët nuk janë të kënaqur nga metodologjia e përfillimit ose për llogaritjes. Administrata pati një rritje pak më të lartë që u morën vesh dhe kjo është. Çfarë kërkesa sot i drejtuat qeverisë në protestat? Po kërkesat janë të qarta, domethënë rritja e pagës minimale për të pasur një jetë të dinjitetshme. Në çfarë niveli e vlerësoni se është dialogu social mes sindikatave dhe institucioneve të shtetit? Po ne gjithmonë kemi kërkuar dialog. Kemi dialog? Dialog kemi kur institucionet ose qeveritarët kur ju kujtohet të na marrin, por tani kohën e fundit nuk duan as të bisedojnë. Më tregoni se a janë punëtorët të friksuar të kërkojnë të drejtat e tyre apo për të organizuar në proteste dhe kështu me radhë, si është gjendja? Po, unë mendoj se punëtorët kanë një farë lloj presioni. Imagjinoni, ata ndonjëherë nuk guzojnë të vinë edhe në protesta edhe pse janë pjesë të sindikatave. Domethënë ne kemi prej 10 punësorëve një është në sindikat. Imagjinoni 70.000 sindikalista janë në LSM. 70.000 prej 700.000 punëtorëve, domethënë 10%. Imagjinoni sikur të shtohet ai numër edhe të dyfishohet, domethënë si do të jetë reagimi i pushtetit dhe sikur të gjithë të dalin për të drejtat e tyre. Unë vetëm këtë nuk mund ta kuptoj. Të frigohesh të dalish për një jetë të dinjitetshme që muajin ta kalosh dinjitetshëm me familjen, që mos vi 10 ditë që të fundit të themu regje pakinja 50 euro të mavi se do ta paguaj rrymën. Na u ka bo përditshmëri huazimin. Domethënë këto janë statistike. Unë e kuptoj, ne nuk duam ta keq përdorim situatën dhe të themi rroga minimale duam ta kemi 1.500 euro. Po sa? Edhe ne kërkojmë rroga minimale të jetë 600 euro. Sipas standardit që po rritet, sipas kostove të jetesës që po rriten, çmimet që janë në shoqëri. Pastaj mos harrojmë se ne jemi me rrogën minimale më të ulët në Evropë dhe bile edhe në rajon. Ne me Kosovën jemi aty afër pak më shumë, kemi diku 30 euro më shumë. Shqipëria ka rrogën minimale më të lartë, edhe pastaj vjen edhe Serbia nëse mbas statistikave. Shumë shkurtimisht sa jeni të kënaqur nga dalja në protestat e sotme?
Sot daljet unë për vete, unë isha dhe pritja më shumë, por njerëzit sot kanë qenë me pushime, dalin një maj shetisin, të lartë e poshtë. Moti për piknik apo për protesta? Koha ishte fenomenale për protesta, nuk ishte për piknik, po ja që unë për mendimin tim mendoj se nuk ishte aq sa duhet. Po të jemi të vetëdijshëm edhe për diçka. Kur është vikendi zgjatur, gjithmonë njerëzit shfrytëzojnë rastin ta kalojnë pak me familjen. Edhe pse nuk kanë shumë para, por me familjen kur e shfrytëzon, ja vlen të shpenzosh. Zotëri Rashidi, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më ahosisht për gjitha këto. Akoma ka? Po. Faleminderit. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. I ftuari ynë është Hamdi Rashidi, përndryshe kryetar i Sindikatës për Kulturë pranë Teatrit Shqiptar në Shkup. Pra, zotëri Rashidi, sa zbatohen në praktik marrëveshjet kolektive dhe pse ka kaq shumë probleme me implementimin, por edhe me interpretimin e marrëveshjeve kolektive, që para 2 ditësh ka pasur një preskonferencë dedikuar në prag të shënimit të 1 majit, ku është thënë se shpeshherë marrëveshjet kolektive në vend po interpretohen ndryshe. Edhe po lihet hapësirë për mos të përforcohen të drejtat e punëtorëve. Fillimisht i përshëndes këtë 1 maj të gjithë punëtorët dhe u uroj ditën e 1 maj, ditën ndërkombëtare. Faleminderit, urim edhe juve. Ditë që është mjaft e rëndësishme për gjithë punëtorët, sepse e dim që 1886 në Chicago ka nisur protesta për jetë më dinjtetshme dhe për orar të shkurtuar, sepse kanë punuar shumë dhe pagat kanë qenë shumë të ulta. Dhe atëherë ka eskaluar, në 4 maj ka eskaluar me konflikt. Por më në fund kanë arritur qëllimin dhe prej atëherë kanë filluar edhe marrëveshje kolektive, edhe sindikatat, domethënë, dhe tash jemi në këtë ditë ku imagjinoni përsëri marrëveshjet kolektive kontestohen. Pse? Gjithmonë kur bëhet pyetje për para, aty ngec sharra, më kuptoni. Unë mendoj se qëllimi kryesor që kontestohet është dhe është fituar një narracion i tillë se domethënë punonjësit e kulturës marrin rroga të larta. Kjo marrëveshje kolektive është shembull për rajonin. Në këtë marrëveshje kolektive sipas informacioneve të mia e kanë implementuar tani edhe në Maltësi. Janë në negociata edhe në Shqipëri. Domethënë një marrëveshje kolektive e cila është aq e mirë, aq e arritshme, të kontestohet dhe të prishet ose të abrogohet është pak problematike që të ndodhe. Dhe tani nëse ka mundësi për disa minuta ta shqilloj dhe ta shpjegoj. Domethënë, në gjykatën kushtetuese, fillimisht kontestohet metodologjia sipas marrëveshjes sipas marrëveshjes kolektive që kemi ne. Domethënë, marrëveshje kolektive kur bëjnë 2 palë. Domethënë, ne si sindikat dhe ministria. Dhe pastaj e implementojmë në institucionin ku punojmë. Domethënë, metodologjinë për llogaritjen e pagave është çështje problematike. Tani, nuk mundet ne të pranojmë udhëzime nga ministri tashëm, siç ishte edhe ministresha e mëhershme, por ajo lishoi pe, sepse e njëjta situatë do të ishte edhe atëherë me protesta dhe me greva, por tani në 2025-ën, në prill, neve kemi ngritur 800 padi. Kemi ngritur 800 padi për shkak të metodologjisë që dha udhëzime ministri. Metodologjia për pagat tona është rroga minimale, shumëzuar me koeficientin, se cili njeri e ka koeficiente të ndryshme, ato janë të lëvizshme, natyrisht sipas peshës së punës, dhe shumëzohet pastaj herë 10 sipas 9.6 më duket, sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive dhe del rroga jonë. Tani me shfuqizimin eventual të 2 neneve do ulet paga e punëtorëve? Me shfuqizimin nuk kontestojnë këto. Tani do dalim te ligji për kulturë. Domethënë kontestohet ligji për kulturë neni 78L në gjykatën kushtetuese. Dhe çfarë thon ata? Ata thonë se te ligji për kulturë nuk pas ka metodologji të përllogaritjes së rrogave. Po pikërisht këtu është esenca dhe qëllimi i marrëveshjeve kolektive, sepse gjithçka që nuk ka në ligjet të caktuara,
atëherë shtohen dhe implementohen me marrëveshje kolektive. Kurse ke dhe në marrëveshje kolektive, e ke në marrëdhënie të punës me institucionit. Dhe të merremi vesh, gjitha gjykata kushtetuese është gjykata më e lartë në shtet. Do të thonë gjithçka që është e vendosur aty, do më thënë ne kemi disa të drejta. Pastaj, të drejtat, ato që nuk shkruen aty në detaje, shkruen të ligji më pas që vjen që duhet të zhvillohet më të. Çka nuk ka të shkruar aty, bëhet me marrëveshje, prandaj është edhe marrëveshja kolektive. Dhe tani, nëse gjykata kushtetuese thotë se në ligjin për kulturë, neni 78 L nuk ka metodologji. Dakord. Do të bëjmë negociata për marrëveshje të re kolektive. Do bëjmë dialog social. Bas kujt ligji do të bazohemi pastaj, sepse nuk kemi ligj të ri për kulturë. Shteti po zvarritet 10 vitet e fundit për ta implementuar ligjin e ri dhe kemi negociata, kemi debate. Lajmi i fundit ishte para 2 ditësh se do të thonë gjykata kushtetuese në kundërshtim me veten, sepse neve do të na anulojnë këtë, thonë që të bazohen në ligjin për kulturë, kurse ligji për kulturë është i njëjti po ai. Dhe kështu ne bëjmë ndeshje. Rrugë dalja cila është? Tani unë... Sepse sa i përket ligjit të ri për punë, është thënë se para shumë shpejt do të formohet grupet e punës për përpjelimin e këtij ligji, pra debllokimin e ligjit në fakt, dhe se pritëshmëritë e ekzekutivit është se për më pak se 6, 7, 8, 9 muaj të miratohet ligji i ri. Tani, cila është zgjidhja deri në atëherë? Ligji i ri për kulturë? Jo, ligji i ri në përgjithësi që është i bllokuar në procedurat parlamentare, ligji i ri për punë. Edhe këtu unë du të ndalem si do të zgjidhet kjo çështje nëse konteston këto dy nene. Unë nuk e di për cilin ligje keni më sakt fjalën për ligjin për punë, po ligji për punë neve në gjithë aspektet na mbron. Sa i përket metodologjisë dhe problemi i pagave është që gjykata kushtetuese po e shtjellon është ligji 78 L dhe e konteston marrëveshjen kolektive nenin 66 dhe nenin 53. Te neni 53 për shembull e kemi se institucioni, por ne edhe këtu kemi mbrojtje, sepse institucioni ka të drejtë, institucioni kulturore ka të drejtë për një afat prej 3 viteve të shkoj dikush për specializim dhe t'ja pague institucioni dhe pagat t'i marri, më kupton, do të thonë për 3 vite. Dhe kjo ishte kontestuese dhe është absurde, por këtë nuk e ka shfrytzuar njerë t'ju informoj asnjë në asnjë institucion, por për ta bërë këtë është kërkesë normale dhe kërkesë shumë e shëndosh. Po për ta bërë këtë duhet të kalojë në bord të institucionit. Do të thonë, nëse institucioni vlerëson se një individ i duhet të shkojë në specializim apo doktoratur ku ta di unë dikun tjetër dhe është i obliguar që të kthehej të punojë aty, çka ka të keqe këtu. Kupton? Por problemi është se për të kaluar në marrëveshje kolektive ne e kemi, po për të dhënë aprovim, për të dhënë një sinjal të gjelbër që të vazhdojë dikush të dalë për institucionit dhe të studiojë diku jashtë, duhet të kalojë në bord. Dhe kjo është e theksuar në marrëveshjen tonë kolektive. Nuk mundet secili kujt i kujtohet dhe të shkojë, sepse më dëgjoni, ne vërtet mbrojmë të drejtat tona, por ne i mbrojmë edhe institucionet. Ne keq përdorimi institucioneve sepse ne jemi sulmuar shpesh herë, jemi sulmuar se është iniciativa e tretë para gjykatës kushtetuese. Kjo është e treta, 2021 ishin e para, 2024-shin dhe këtu është edhe absurdi si thash edhe më herët, për një problematik, nëse një herë e ke shqyrtuar nuk do të thonë edhe vetë gjykatësi thonë nuk ka nevojë më ta shqyrtojmë vetëm me hedhin anësh. Dhe kjo është e treta herë. Cila është kërkesa? Çfarë kërkoni konkretisht dhe urgjentisht nga institucionet në këtë drejtim? Ne kërkojmë që të heqin dorë prej shtypjes, sepse kjo është më shumë, tani nuk dua të merrem me politikë, por është çështje më shumë politike se sa juridike. Do të thonë problemi është presioni bëhet shumë i madh. Problemi është që për llogaritje e pagës, më dëgjoni, tani është ky ministër, respekt për ministrin, por ligji është i shkruar, marrëveshja është. Nuk mundet secili ministër që të vit të bëjë një përllogaritje tjetër. Kuptoni, vitin e kaluar 2025, kur ne kemi ngritur 800 padi, na janë shkurtuar diku te 3%. Këtë vit përsëri bëhet metodologjia e njëjtë sipas kërkesës së ministrit dhe institucionet nuk mund ta zbatojnë ligjin që është i shkruar, por zbatojnë ligjin që ju urdhërohet. Dhe edhe këtë vit do vije... Sa keni fituar, për shembull? Sa prej atyre 800? Prej padive në gjykatët të shkallës parë themelore,
ka raste shumë të fituara, dikun mbi 5-60 janë të fituara në shkallë të parë, por kemi një rast interesant në Gosivar, që janë të plot fuqishme 8 vendime. Dhe sot, imagjinoni, rrogat e tyre janë vonuar dhe janë marrë përsëri me të vjetrën dhe nuk respektohet vendimi përfundimtar i gjyqit. Do të thotë të plot fuqishme. Imagjino ti Recep si individ të kesh një kontestë me shtetin dhe humb, dhe shteti thotë duhet të pagoj kështu, a ka mundësi që ta sfidosh shtetin dhe të thuash, a ka mundësi? Kurse shteti të sfidon, thotë, e kam humbur gjyqin, e kam humbur dhe thotë nuk të paguaj sepse duhet një pagë e caktuar për 8 vendime. Edhe ajo është aktor, ministri aktual është aktor, apo? Edhe ajo është aktor dhe ajo ka qenë bashkë me ne në SKRM. Pra, si është bashkëpunimi juaj aktualisht me ministrin? Kemi qenë në krah për krah bashkë në protesta. Pra, në këtë drejtim, si është bashkëpunimi dhe gatishmërinë e tij në lidhje me këto probleme që i keni të në... Dëgjoni, unë kam përshtypje se do të ketë një bisedë në të ardhmen. Ende se keni realizuar bisedën? Kishte një ditë përpara protestës, ministri na ftoi në bisedë, domethënë SKRM-n edhe son ku ishte. Çfarë ju tha? Unë nuk kam qenë dhe nuk mund të flas për atë, po kam disa informacione se diçka po zhvillohet në lidhje me në lidhje me që të merremi vesh. Për këtë që s'mund të merremi vesh, po nuk i di detaje shumë të mira dhe nuk mund të flas. Por unë dua që ministri kërkesat t'i bëj publike. Është mirë t'i bëj publike dhe të shohim se ku mund të gjejmë një gjuhë të përbashkët, se gjithmonë për një dialog... Ka qenë brenda sindikatës dhe sigurisht që i din probleme që me të cilën ju ballafaqoni. A i din problemet, jo, ne nuk kemi problem. A i shkakton problemet. Do të thonë problemin me pagat... Më pse çdo ministër që emërohet shkakton ka një problem. Po këtu është qëllimi. Prandaj ne duam ta sfidojmë edhe gjykatën kushtetuese që një herë për gjithmonë ky problem të zgjidhet. Dëgjoni, skenari më i rrezikshëm është që ne mund jo që t'i humim këto rroga, që mund të ngrihin, domethënë për një periudhë caktuar, të mos ketë rritje për një periudhë 4 vjeçare, gjithë të rriten dhe ne... Por më e keqja, skenari më i keq është se ne mund na kërkojnë dhe t'i kthejmë rrogat për periudhën e kaluar. Çfarë do bëjmë që unë nuk e dëshiroj këtë, as nuk dua ta imagjinoj, po unë dëgjoj edhe kështu fjalë. Domethënë kjo është më e keq. Sepse ti, nëse ti ke më dëgjoni, ne nuk mund të kemi bërë keqpërdorim të mjeteve. Sepse edhe neve jetojmë në këtë shtet dhe ne kemi... duhet me kësi rrogat që i ka marrë më herët si aktor. Edhe ai duhet t'i kthej, po, natyrisht edhe ai duhet t'i kthej. Ne nuk duam të dëmtojmë shtetin. A mund diçka hipotetike t'ju them? Po. Nëse kemi aq dëshirë ta ndihmojmë shtetin, dhe nëse shteti nuk ka zgjidhje, qeveria nuk ka zgjidhje sepse po bankroton, si një firmë që bankroton, thot, hajde ta bëjmë kështu, kam një propozim, hipotetikisht flas. Të gjithë, me funksionar, me qeveritar, me gjithë, t'i bëjmë rrogat minimale dhe ta ndihmojmë shtetin për një vit. A do ta pranojnë ata? Populli do ta pranojë, sepse pjesë e madhe jeton me rrogë minimale. Më kuptoni? Ju tregova edhe detaje. Domethënë 50% të punëtorëve që janë 700.000 punëtorë diku në nivel republikan jetojnë me 50% me 600 euro. Se do t'i japish rroga minimale 26.000 denar, se do t'ja shkurtosh edhe 10.000, për atë nuk është problem. Po kur dikujt do t'ja shkurtojsh prej 120.000 në 26.000, do ta ketë problem. Hajde ta ndihmojmë shtetin. Ja, unë jap kot si qytetar, jap një propozim. Në rast se kjo nuk zgjidhet, kjo çështje, zvarritet vazhdon. Cili është plani i radhës? Ju përmendet pak më herët në fillim se do të organizoni greve të përgjithshme. Çfarë greve, kur do të fillojë, kur do ta vendosni? Ne ju thash, ne tani të hënën, pas festës kemi një mbledhje në kryesinë qendrore që fillimisht duhet në rendite ta propozojmë atë, të shohim a do të votohet. Nëse votohet, atëherë gjitha procedura duhet t'i respektojmë, duhet t'i njoftojmë institucionet, kemi një afat kohor prej 10 ditësh që duhet të negociojmë me institucionet dhe unë këtu shpresoj që në këtë periudhë kohore të negociatave do gjeni një gjuhë të përbashkët. Po a është ky problem që keni ju aktualisht është një problem vetëm në kulturë apo ndoshta edhe më i gjerë në administratë? Këtë ju pyes duke pasur parasysh gjithmonë se keni bashkëpunim dhe me LSM.
mendoni në administratë. Në administratë, po. Administrata kishte një rritje në protestën e fundit. Jo, në mars, më duket, nëse nuk gaboj, u pozë. Tani mos më zeni për fjalë, nuk e di me shkronja shqipe si thuhet, por bëhet fjalë për administratën, pat një rritje prej, më duket, 14%. Dhe mirë po problemi është sepse këtu edhe diskutohet në për tavolina të ministrisë, dhe sidomos Ministria e Kulturës si institucion nuk bën pjesë në sferën e kulturës që kemi ne në marrëveshjen tonë kolektive. Dhe administrata që është në kulturë, me të njëjtin funksion të punës, marrë shumë rroga më të larta se një individ që punon të njëjtën punë në Ministrinë e Kulturës. Sepse ne përbëjmë në sektor, jemi pjesë e sektorit publik, kurse ato janë pjesë e sektorit qendror. Jeni gati ju si sindikat të negocioni një marrëveshje e re kolektive? Ne jemi të gatshëm të bisedojmë për një marrëveshje të re kolektive, por ne nuk mund të shkojmë më poshtë se këto drejta që i kemi. Ne, kur do shkojmë, do të kërkojmë edhe më shumë. Për shembull, unë kam propozuar stazhin tjetë me beneficion, pse jo? Kuptoni? Pse dhe gazetarë, kështu po? Po, pse jo dhe gazetarë, punojnë, sepse kemi të bëjmë gjithkohon me presionin, me skenën, me publikun, ku ta di unë do një prej kërkesave. Kur jemi duke folur për... Nuk do të lejojmë që drejta që i kemi t'i ulim më shumë, por do të kërkojmë për drejta më të lartë. Më tregoni se çfarë është problemi me ansambli muzikor i Tetovës? Ku qëndron problemi me këtë teatër? Çfarë dini për këtë? Tani ansambli muzikor para 3 viteve u themelua me shumë vështirësi dhe u zgjodh edhe drejtori, nëse nuk gaboj, ishte drejtori i parë, po. Drejtori i parë ishte Jeton Pustina. Tani i mor një kohë Jetonit për të përgatitur kërkesat, bisedat me qeverinë, me Ministrinë e Finansave për vendet e reja të punës, e kështu me radhë, dhe u aprovuan në Ministrinë e Finansave për të pranuar nëpërmjet fillimisht Ministrisë Kulturës dhe pastaj të Finansat, u aprovuan 30 vende pune. Në kjo periudhë u zvarrit pagës dhe erdhi koha që të ketë zgjedhje. S'kishte drejt në kohë zgjedhje të punësosh, kështu që ajo u anulua dhe... Tani çfarë status ka? Ka kapacitetet e kufizuara apo mungesë mbështetje institucionale? Tani s'ka asnjë farë statusi, domethënë ka është si quheshte ansambli muzikor i Tetovës, ka drejtorin, por nuk ka punëtor. Dhe funksionon si një shoqat kulturo-artistike ose si një shoqat jo qeveritare që punon vetëm me projekte. Dhe këtu është problemi që unë mendoj që politikanët tani, ose të kenë një dialog të mirë, të fuqishëm me drejtori, nuk e di kush është drejtori, dhe të punësojnë njerëz dhe të mbetet ai institucion. A keni ngritë këtë çështje si sindikat? Ne si sindikat nuk e kemi ngritë këtë çështje, sepse ndikon mungesë e stafit në... Nuk është në kompetencat tona. Nuk mund të bëjmë ne kërkesë për vendet reja të punës në një institucion. Ne kërkojmë avancime në disa vende të punës, kështu. Tani, në fillim paga shumë e prekëm edhe këtë punën e pagës minimale, po sa duhet jetë paga minimale në këtë vend, e thatë diku 600 euro? 600 euro, ne mendojmë që duhet jetë më mirë, sepse nuk do të rritet vetëm për ne paga minimale. Kjo mos keq kuptojmë, nuk kemi vetëm ne të kulturës. Me rritjen e pagës minimale, rriten të gjitha pagat. Dhe këtu duhet unë ftoj që të gjithë sektorët të ndryshëm që kemi në shoqëri të reagojnë për këtë dhe të na përkrahin. Po sa realisht nga ana tjetër mund të përballojë ekonomia një rritje të tillë, të themi, pa shkaktuar pasojë të mëdha në bizneset, Po shikoni, se mos harroni dhe deklaratat nga ekzekutivit janë të tilla, pak a shumë, që thonë nëse gjendet gjuhë të përbashkët me sindikateve dhe organizatat e punëdhënësve, nuk ka problem, por ka palë që pengojnë këta. Cila është ajo palë që pengon? Unë nuk besoj që qeveria nuk është dakord që rroga minimale të bëhet 600 euro. Nuk besoj. Problemi është se rroga minimale është sepse punojësit e kulturës do të kenë shumë rroga të larta. Dhe këtu është narracioni që ne sulmohemi vazhdimisht. Sepse me rritjen e rrogës minimale, siç u thashë pak më herët, metodologjia, shumëzuar me koeficientin, del një rrogë bazë dhe ajo shumëzohet me marrëveshjen e përgjithshme kolektive dhe ne do na bëhet shumë rroga lartë. Përveç kësaj edhe vazhdimisht kërkohet edhe rritje lineare të gjitha pagave në sektor. Absolutisht. Për 100 euro. LSM-ja e kërkon pikërisht dhe
në mënyrë proporcionale, jo vetëm atyre që kanë rroga të ulta, por të gjithë, në mënyrë lineare, si thotë ai. Dhe kjo është për të mirën e të gjithë. Tani, ekonomikisht, shteti për atë ne i kemi zgjedhur që të zgjidhin këto probleme, që të hapin vendet të reja punës, të hapin fabrika, ku ta diun, të bashkëpunojnë, të fusin thuaje investitorë të huaj. Pastaj në fund të vitit bëhet kjo buxheti i shtetit. Ata e kanë ditur se në arsim për një vit do shkojnë kaq të holla, për kulturë do shkojnë kaq, në mjeksi do shkojnë kaq. Do thonë gjithçka është, ne nuk e shpikëm këtë sot. Kjo është për 2020-ën. Tani më tregoni se sa është hendeku apo të themi diferenca mes pagave dhe kostos reale të jetesës për një familje mesatare. Po hendeku është shumë i madh, më besoni. Domethënë një familje mesatare, domethënë 2 antar me 2 fëmijë, 4 antar në një shtëpi, harxojnë dikundi, kjo shporta e konsumit është dikundi 69.000 denar. 69.000 denar janë domethënë 2 rroga e gjysëm minimale jo, po 2 rroga e gjysëm mesatare që aty dikundi do të vije. Sepse prej në 10 orë, imagjinoni 3.300 dinar është rritur konsumi, harxhimet janë rritur më shumë, për 3.300 dinar. Do më thënë, hendeku është shumë i madhë. Prandaj, rroga minimale me doj mos, dhe unë besoj se edhe pushtetarët e din këtë që duhet jetë 600 euro, po ka disa gjëra si që thashe pak. Apo respekton, në fakt, respekton të drejtat e punëtorëve në sektorin privat njësoj si në atë publik? Dëgjoni, ka sektore privat që respektojnë të drejta, po ka dikundi që nuk respektojnë me orare të zgjatura të punës dhe nuk bëjnë kompenzimi tyre, me pushimet që nuk japin të mjaftueshme, me kushtet, ka shumë po. Prandaj LSM-ja ka një aplikacion, quhet LSM, nuk e di si ishte emri i aplikacionit, secili që ka problematika të kësaj natyre mund të paraqesi dhe ata bëjnë shërbime faljas. LSM e bën shërbime faljas për realizimin. Më tregoni tani me që se përmendin LSM-n, më tregoni tani se si do të arrini pagën minimale 600 euro përmes protestave, grevës, si keni planet? Se deri më tani vetëm në kërkesa, në preskonferenca dhe protesta ja sot. Të nuk va tregoj, do ta mbajmë sekret. Po sigurisht se keni ndonjë plan B të Po tani greva është metoda e fundit, unë mendoj. Nëse nuk ka dialog, nëse nuk do të ketë protestat, do të thënë, shikoni, nëse nuk ka dialog, atëherë qeveria po bën monolog me vetveten dhe ne bëjmë monolog në rrugë. Kuptoni, dalim në rrugë dhe flasim. Patjetër unë besoj duhet të ketë një farë bisede. Dhe unë ftoje këtu edhe opozitën edhe pozitën në qeveri që janë pa marrë parasysh shqiptare, maqedone, që këtë problematik të gjykatës kushtetuese duhet ta shtjellojnë edhe ata pagës. Dhe ta bëjnë debat në parlament, sepse në shtet u bë si praktik kjo. Çfarë problemi kemi gjykatë kushtetuese? Çfarë problemi kemi gjykatë kushtetuese? Sikur deri tani kemi jetuar në pa gjykatë kushtetuese. Pa gjykatë kushtetuese ose pa rend, pa asgjë dhe hajde tani të na drejtojë gjykata kushtetuese. Unë mendoj se gjykata kushtetuese dihet, kushtetuta dihet ligje si thash. Prej asaj pasaj dalin ligje të tjera, prej atyre dalin marrëveshje kolektive, dalin marrëveshje për marrëdhënie pune dhe kështu me radhë. Dhe ju lutem, kur do merremi vesh, nëse unë va blej juve një vetur, jemi marrë vesht, mbaroj muhabeti. Unë nuk mund ta kthej veturën nesër të ma kërkosh. Se nuk ta jap, do ta jap, po do ta jap me kushte më të mira ose për ty e më të këqija. Më kuptoni? Do thonë marrëveshje është kjo. Është në shkruar, është debatuar, është luftë, betejë, nuk është ne kemi luftuar prej 2019-ën. Po jemi duke biseduar 30 minuta, nuk na ka vëruar asnjë. Dhe nuk jam duke kuptuar një gjë, pse çdo ministër, pavarësisht cila parti është në pushtet, pikërisht kapet e pakët e të punësuarve në kulturë. Këtë nuk mund të Po këtu është problemi, se ata thonë ne nuk punojmë asgjë, ne nuk bëjmë asgjë, ne s'kemi orar, po pikërisht ne s'kemi orar. Por ne kur punojmë shfaqje 2-3 muaj, ne punojmë prej në 2 të ditës deri 2 të natës. Dhe ne nuk mund të punojmë si një fabrikë.
për shembull një fabrikë ku ta diun çokoladave, dhe është një shembull në Tubim. Të punojmë prej më 4 deri më 4 edhe ta mbyllim fabrikën tani, ju lutem. Domethënë ne jemi pak me specifik me punën. Sepse imagjinoni një baletane në opera e balet, çfarë hek ajo derisa të dalë një premierë, ta bëjë një opera. A di çfarë impenjimi? Dhe tash ti thuash asaj se ti merr 70.000 dinar, 80.000 dinar rrok, merr shumë rrok, është absurd. Ajo meriton më shumë. Ju lutem. Imagjinoni një tenor, një bariton që këndon. Edhe në shtëpi ata këndojnë. I nxjerrin këto familjes jashtë dalin sepse ai vërtet koqësit bëj problem. Prova shkon ditë natë. Lutem, këto janë punë specifike. Ma tregoni si është gjendja në teatrin. Nuk mund të thuash ti që artistët marrin rroga shumë të larta, sepse është punë shumë e ndërlikuar. Si është gjendja në teatrin ku punoni ju? Gjendja në teatrin tonë, çfarë nevojë? Sa i përket punësimeve, edhe në të kaluarën ka pasur shumë punësime dhe unë mund të them tani që 90%, ku ta diu, 99% të aktorëve të diplomuar janë në përpunë. Dhe ne duhet të krenohemi me këtë. Maqedonesit kanë shumë aktor, nuk e di numri sa është tani, që kanë diplomuar dhe nuk janë në punë. Ne jemi në Tetov, në Gostivar, në Shkup, në Kumanov, në teatrot, që punojnë. Domethënë, akoma pa përfunduar, fakultetin ka hyrë në punë. Është kënaqësi e madhe kjo. Unë kam qenë në para disa viteve, 5-6 viteve, kur në komision për t'i pranuar të rinjt dhe kemi pasur shumë sukses. Domethënë, për çfarë keni aktualisht nevojë, të themi? Hajde më kështu. Ne kemi nevojë përveç për rritjen e pagës. Nëse më pyesni si aktor tani, jo si sindikalist, nëse më pyesni si aktor, unë mendoj kemi nevojë për punë dhe po punohet, do të punohet. Tani kemi të hëna, kemi një premier, kushtet të mira shumë i kemi, ndoshta kemi ndër kushtet më të mira jo në Maqedoni, por në rajon, sepse teatri ju e dini u renovua dhe ka kushte shumë të mira për të punës, dhe kur na vin mysafir, kur na shohin kushtet tona, domethënë thonë, wow, sa bukur ju e keni kushte fantastike. Nuk mund të ankohemi për atë gjë. Jemi të kënaqur dhe duam të punojmë. Në rrethanat i kemi të mira, nuk di çfarë të them, vetëm shëndetin të kemi. Zotëri Rashidi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi prekur, urdhëroni minutat në vazhdim për juve. Tani më ngushtove. Më duket si i tham të gjitha, po unë si sindikalist nëse flas, i ftoj të gjithë që të sindikalizohen dhe të mos bien pre presioneve të ndryshme, sepse çdo e mirë që vijnë për sindikata vijnë për individin, për vetveten, për shoqërinë, për institucionin ku punon. Domethënë, ftoj që të jenë më aktiv në çdo proces të sindikatës, sidomos flas për këto të kulturës, por pse jo edhe për të tjerët. Gjithmonë duhet, sepse dëgjoni, ka disa institucione, sidomos lokale, disa ndërmarrje publike, rrogat janë të mjerueshme. Pse qeveria nuk merr reagim aty dhe të thotë si mundet t'i lini këtu në këtë komunë me rroga 30.000 dinar në ditë sotme, ose 35.000 dinar është shumë pak. Do të punojnë 3 veta në shtëpi që të ekzistojnë, që thashat 69 mishin ta mbrin për një jetë solide dhe të dinjitetshme. Sepse, domethënë, kërkesat duhet të jenë në vazhdimsi. Sepse punëdhënësi asnjëherë nuk të thotë na më shumë. Punëdhënësi sa gjithmonë dëshiron të të shkurtoj, dhe ti si punojës duhet të vlerësosh veten dhe të thuash që unë e kam vlerën kaq. Nëse nuk mundet, atëherë është mirë të ndrosh vendin e punës. Edhe kjo është e keqja se në sektorin privat, për shembull, nuk kanë mbrojtje shumë punëtorë. Sektori privat, kur t'i kujtohet punëdhënësit, mund të nxjerrë për punë dhe të mbetesh në rrugë pa paralajmëruar. Ka shumë raste të tilla. Në institucione publike je pak i mbrojtur, por edhe ne si sindikat ne i kundërshtojmë këto anomali nëse ndodh në një institucion që keq përdoret, sepse ne jemi sulmuar në këtë aspekt, dikush rrin ku ta diun në shtëpi apo nuk ardhur në teatr të luajë. Po, ka pasur ashtu raste dhe ne jemi kundër këtyre. Ne në marrëveshjen tonë kolektive nuk e lejojmë kartelet në kohë. Ne nuk mund ta bëjmë me kartela. Ne, domethënë thash, ne nuk jemi fabrik. Fabrik mund ta bësh me kartela. Te ne nuk kemi orar, sepse ne imagjinoni, shumë bukur më kujtuat. Sot është 1 maj.
Sot në teatrin tim, në teatrin am, ku unë punoj, sot punoj. Dhe keq përdoret punëtori. Pse? Sepse ligjërisht, që tha shumë pak më herët në ligj shkruan, por nuk implementohet, ligjërisht ati duhet i pagohet sot mëditja. Dhe nuk i pagohet? Po nuk i pagohet. Te ne pagohet? Po unë do të them që nuk pagohet, a dini pse? Sepse ne jemi shumë zemërgjërë dhe nuk bëjmë kërkesën. Realisht kjo është problem. Po, edhe ta bëjmë kërkesë pasaj merren në sy të keq. Pse e bën këtë, pse e bën atë. Në të kaluarën ne kishim instruksione prej ministreshës që kur mos punoni shtunën të dielën e për festa, sepse mi puni ndonjëherë në vinte premiera që duhet të punojmë patjetër, sepse mos bëjmë harxime e shtesë. E ne tani duhet të gjejmë një mirëkuptime, kështu me radhë, hajde mos bëjmë kërkesa, ju lutem. Domethënë, perëndimi prandaj ka ecur shumë përpara. Sepse edhe mërgjimtarët tonë e ke dëgjuar ku thonë kam punuar shumë sot, po ma ka paguar ditën më shumë. Domethënë 8 orë, çfarë punojmë më shumë se 8 orë, pagohet, vlerësohet puna. E sidomos shtunave dielave, domethënë mërgjimtarët tonë janë shumë punëtorë dhe punojnë 2 punë ndoshta mbajnë për të vjelur më shumë mjete. Kështu që faleminderit që morët pjesë në intervista 1+1, ju uroj suksese dhe të gjeni gjukë të përbashkët për marrëveshjen kolektive për këtë betejë që keni nisur. Unë faleminderit edhe juve, nuk e di a isha produktiv për këtë bisedë, a isha i qartë. Besoj se gjykata kushtetuese do ta rishqyrtoj këtë problem dhe nuk do të ketë presion politik. Sepse politika nuk duhet të përzihet në gjykatë dhe këtu është problemi më i madh në shoqërinë tonë. Edhe shoqëria më e ka fituar këtë percepcion. A e dini sa kohë duhet të kaloj që opinioni ta kuptoj se më të vërtet politika nuk përzihet. Edhe nëse më të vërtet nuk përzihet, duhet të kaloj një periudhë shumë e gjatë për t'u arritur kjo. Do thonë besueshmëria në gjykatë. Besoj se do gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe do ta zgjidhim këtë problem. Faleminderit edhe një herë. Ju përshëndes. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqën, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin ton.